Përshëndetje miq, sot në videon time pas namazit të sabahit, ju bëra me dije se që nga sot e disa ditë radhazi do të merrem me ngjarje të cilat kanë eksploduar në Turqi, ngjarje këto të cilat e kanë tronditur opinionin e brendshëm të Turqisë, por edhe opinionin botëror. Fjala është për zbulimin e një rjeti kriminal terrorist që pas kështë qenë organizuar nga Bashkia e Stambollit në krye të cilit rjet, sipas prokurorisë dhe medjave të cilat i lexojmë, qëndron pikërisht kryebashkiaku i Stambollit Ekrem Imamoglu, që është një ndër emrat më me influencë brenda partisë GHP-s. Në ora 2-3 sot e bëra videon e parë në lidhje me këtë rast, ku dhe pasqyrova qëndrimin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në lidhje me këtë operacion. State Department nëpërmes zëdhënësës së saj Bruce deklaroi se Amerika ose SBA nuk do të përzihet fort në këtë çështje të brendshme të Turqisë dhe se Shtetet e Bashkuara të Amerikës tani e tutje më nuk do të interferojnë e as të përzihen në punë të brendshme të shteteve të tjera, punë këto të cilat kanë të bëjnë me politikat e brendshme. Në një farë mënyre, me sa unë kuptova zëdhënësen e State Department, ishte një mbështetje amerikane e rrugtimit të këtij operacioni, i cili me sa po shihet ka në të involvuar edhe institucione, fondacione të ndryshme, jo vetëm brenda Turqisë, por edhe të disa vendeve të tjera me ndikim në botë. Para sa kam mund brenda këtyre 2-3 dite ta krijoj një mozaik të informacioneve në kokën time, unë e shoh se është një organizim hiç më pak ose hiç më i vogël se organizimi terrorist i dikushëm i FETÖ-s. Tani më, videoja e dytë që po e bojmë pas këtij iftari, në këtë video sonte këto, do të flas për emra, fakte, shifra, organizime, akuza, të cilat vështirë është me u besuar. Në pyetje janë 10 miliarda dollar, të cilat janë keq përdorur nga Bashkia e Stambollit, nga kompani të cilat janë në pronësi të Ekrem Imamoglu dhe kompani të tjera në të cilat Ekrem Imamoglu është ose partner ose ka marrë para rishvet në raste kur ato kompani kanë fituar tenderet nga Bashkia e Stambollit. Me video të tilla do të vazhdoj edhe më tutje. Në videon e radhës që do të bëj sonte, do të lexoj, ose jo do të lexoj, po do të shtroj para juve këto, ato të cilat janë thënë sidomos në media gjermane, ku në Gjermani është kërkuar një ndërhyrje apo interferim serioz i shtetit gjerman në këtë operacion i cili po ndodh për momentin në Turqi. Është kritikuar edhe Ministria e Jashtme e Gjermanisë në lidhje me atë që tha dje për operacionin apo për jetin kriminal të zbuluar në Turqi. Sido që të jetë, operacioni i tanishëm në lidhje me Bashkinë e Stambollit konsiderohet operacioni më i madh për korrupsion që ka ndodhur deri më tani në historinë e Turqisë. Kap vlera 100 miliarda lira turke, 10 miliarda dollar dhe euro, dhe në krye të cilit mesa shihet qëndron Ekrem Imamoglu. Andaj
prokuroria ka lëshuar ndalimin për kryetarin e bashkisë Ekrem Imamoglu dhe për 106 persona të tjerë deri më tani që janë në mbajtje. Operacioni përfshin fusha të tenderimeve, të konsenzusit të qytetit, një farë organizimit të cilën e pati bërë Bashkia e Stambollit për një përafrim midis etnive e sidomos kurdve, duke i punësuar brenda bashkisë dhe në për kompani të ndryshme të cilat janë në kooperim apo në varësi të Bashkisë së Stambollit. Ka shkuar puna deri aty sa është zbuluar se pjesëtarët e HDP-s kurde, të partisë kurde në Turqi, 1 milion vota vetëm nga kjo parti i janë dhënë Ekrem Imamoglu si shpërblim apo si kusht që të punësohen pjesëtar të PKK-s dhe organizatave tjera terroriste në Bashkinë e Stambollit apo në institucione të tjera mbi të cilat ka ndikim Bashkia e Stambollit e kryesisht Ekrem Imamoglu. Deri më tani janë kryer hetimet me 87 të akuzuar nga numri 107 së bashku me Imamoglu dhe pritet që të kapen edhe 19 persona të tjerë. Ekrem Imamoglu mirret nga rezidenca, nga shtëpia e tij në Sarjer Emirgan me një ekip hetuesish policësh dhe avokatësh dhe dërgohet atje ku e ka tani më vendin. Para se të del nga dhoma e tij e fjetjes, shihet Ekrem Imamoglu duke e vendosur kravatën dhe duke thënë në pasqyrë, e duket se pasqyra ka kamerë, aty duke i thënë pasqyrës, në përmesaj duke ju drejtuar qytetarëve të Turqisë dhe duke ju thënë se unë jam tani në amanetin tuaj, apo jam amanet në duar tuaja, një thirrje indirekte për lëvizje, e që pas kësaj deklarate që dëgjohet nga Ekrem Imamoglu, një kryetar bashkie të Stambollit që vjen nga GHP, dje bëri thirrje që të dilet në rrugë dhe të terrohen sheshet e Stambollit dhe të qyteteve të tjera të Turqisë, ku pas kësaj deklarate me njëherë reagon Valiliku i Stambollit, ku vije me atë urdhëresen për dalimin e tubimeve të mëdha, të demonstratave, të deklaratave para medjave në 4 ditët në vazhdim, si dhe ndalim qarkullime në disa rrugë dhe sheshe të Turqisë të Stambollit nga ora 12 e natës deri në 6. Deri më tani, me sa po shihet, Imamoglu Constructions ose kompanit ndërtimore të Imamoglu kanë përfituar diku afër 600 miliard lira turke, nga të cilat deri në këto momente janë zënë dhe sekuestruar 576 miliard lira turke. Sipas prokurorisë së Stambollit, kompania ose kompanit e Imamoglus të shkruara, regjistruara në emën të tij, apo atje ku figuron se është aksionar, nuk kanë përfunduar pjesët më të mëdha të punëve të cilat i kanë fituar nga tenderet dhe për punë të cilat janë parapaguar ose janë paguar paraprakisht. Ky ka qenë fillimi i një përqarjeje midis zyrtarëve të lartë të GHP-s se Ekrem Imamoglu po përfiton shumë nga
këta tender dhe se nuk po i ndan edhe me të tjeret, andaj i kanë rënë në gjurmë dhe me sa lexojmë nëpër media, ftyrat të njohura të GHP-s e kanë përcjellur dhe i kanë lajmëruar organet kompetente të Turqisë në lidhje me organizimet kriminale dhe terroriste të cilat është duke i bërë Ekrem İmamoğlu. Ndër emnat, ndër 107 të dyshuar në krye të cilëve është İmamoğlu, përveç tij të arrestuar janë edhe këshilltari i İmamoğlu's Murat Ongun, pastaj menaxheri i ndërtimit të kompanive ndërtimore të İmamoğlu's Tuncay Yılmaz, pastaj presidenti i klubit sportiv të Bashkisë së Stambollit Fatih Kalesh. İmamoğlu akuzohet gjithashtu se ka sjell me vete në Bashkinë e Stambollit ekipin e punës së tij me të cilët punonte përderisa ishte kryetar i komunës së Beylikdüzü. Këta me shumë të tjerë po akuzohen gjithashtu për veprimtari megalomane, kriminale dhe terroriste në Turqi. Shumica prej këtyre të akuzuarve dhe të ndaluarve tani të burgosërve janë emrat të njohur në fushën e politikës, të biznesit dhe të artit. Ndërta është drejtoresha e Agjencisë së Planifikimit Buğra Gökçe, pastaj kryetari i Bashkisë Beylikdüzü Murat Çelik, drejtori i përgjithshëm i media AŞ Fatosh Pınar Tursh, pastaj menaxheri i përgjithshëm Serdar Tashkën, artisti i njohur Ercan Saçı dhe këshilltari i parë i İmamoğlu's Necati Özkan. Të gjithë këta janë në paraburgim, po merret në pyetje edhe sekretari i përgjithshëm i Bashkisë së Stambollit Can Akın Çağlar, zyrtar që është në fakt edhe zyrtar i lartë në partinë Deva të Ali Babaxhanit. Edhe këto me hesap do të del diçka shumë interesante. Ndër të arrestuarit janë edhe Mustafa İlbak, pastaj Murat İlbak, pastaj Yusuf İlbak, pastaj Ali İlbak, të gjithë drejtues të İlbak Holding që kanë në pronësi bankën CNBC, ku transaksione miljarde kanë qarkulluar dhe janë kryer nëpërmes kësaj banke. Kompania e lidhur me holdingin Stroer Kent Vision kryen të punë reklamash gjithashtu dhe parat marramence për te fryerjes së faturave janë transferuar nëpërmes CNBC bankës dhe personi i autorizuar për këto transaksione të jashtëligjshme është Servet Yıldırım, i cili është i arratisur dhe policia e Turqisë është në ndjekje të tij. Për mos me zgjat shumë videon, sepse do të shpjegojmë herave të tjera, sante ose nesër edhe çështje të tjera, këto dua të ju bëj me dije në lidhje me atë se për çfarë po akuzohet Ekrem İmamoğlu. Çfarë është ky organizim, ky rrjet kriminal terrorist i cili ka tundur dhe ka dridhur në themel politikën e brendshme të Turqisë, jo vetëm në Stamboll, por në të gjitha qytetet tjera, mbase edhe në Ankaran zyrtare. Ekrem İmamoğlu, mbajeni mend, Ekrem İmamoğlu po akuzohet për 2 lloje veprimtarisht të jashtëligjshme. E para ka të bëj me korrupsionin dhe kriminalitetet të ndryshme ekonomike të jashtëligjshme natyrisht, dhe e dyta ka të bëj me terrorizëm. Cilat janë akuzat të cilat po e rëndojnë Ekrem İmamoğlu dhe të cilat me sa shihet do ta vështirësojnë jetën e tij në përmasa të padurueshme në Turqi. Para se t'i lexoj
akuzat me të cilat të rëndohet, dua të them se tani janë në dispozicion edhe 3 ditë, duke llogaritë dritën e djeshme 4 ditë, në të cilat Ekrem Imamoglu po jep gjevapsi në sualin e vorrit para prokurorëve dhe hetuesve të rastit, dhe aty është duke i shtruar të gjitha ato të cilat i ka bërë deri më tani me ekipin e tij kriminal. Është një periudhë, mendoj unë, shumë e shkurtër sa të mund të i thot të gjitha apo të pyetet për të gjitha. Megjithatë, në këto 4 ditë mendoj se do të dalin në shesh edhe shumë çështje të tjera të cilat media turke ende nuk i kam përmendur, e 1, 2, 3 prej tyre i dije edhe une nga burime shoqërore, kështu miqësore. Akuzat të cilat po e rëndojnë Ekrem Imamoglun janë me sa vjen: 1. Pastrim i parave të përfituara nga krimi, duke bërë blerje dhe shitje përmes tenderëve. 2. Veprimtari e jashtëligjshme me afarist për të fituar avantazhe të padrejta të jashtëligjshme. 3. Përdorimi i personave civil të referuar si kasaforta sekrete në transferimin e paraprakisht mbledhjen e parave. 4. Mashtrimi me tendere. 5. Kryerja e parregullsive, veprimtari e parregullt me tendere, prokurime, shërbime dhe kontrata fiktive. Pastaj 6. Përdorimi i jashtëligjshëm i të dhënave personale të njerëzve, veprimtari kriminale kjo e bërë për të shantazhuar dhe detyruar afaristët dhe punonjësit që t'i dëgjojnë urdhrat dhe rekomandimet e Ekrem Imamoglu. Pastaj është përdorimi i jashtëligjshëm dhe në mënyrë të mashtruar të dhënat të cilat i ka marrë paraprakisht gjithashtu në mënyrë të jashtëligjshme. Pastaj mashtrimi i kualifikuar. Pastaj dhënia e ofertave të larta për kompanitë e themeluara nga Ekrem Imamoglu apo aksionar në to. Vendosja e çmimeve përfundimtare dhe marrja e vendeve të punës që janë shumë më tepër se sa që e kanë vlerën reale. Pastaj rishfete të organizuara, pastaj rishfet përmes funksioneve publike, pastaj përdorimi i parave të pastruara dhe lëshimi i faturave, si quhet në Turqi nylon fatura, faturave false, të fryera dhe të pambules. Pastaj kryerja e pagesave të tendereve pas marrjes së parave me anë të kërcënimit. Pastaj transferimi i parave të njerëzit që i përkasin Imamoglus, pra e ka krijuar një piramid me njerëz të cilët janë marrë kryesisht me pastrimin e parave. Pastaj transferimi i pronave të ndryshme parave brenda dhe jashtë shtetit nëpërmes CNBC Bank. Pastaj marrja në dorëzim e pasurive të palujqme të përfituara me rishvet dhe zhvatje nga afarist që i përdornin fondet bashkisë Stambollit në mënyrë të jashtëligjshme. Pastaj kërkimi i rishvetit për shumë vende të punës dhe të ngjashme. Pra janë mbi 20 akuzat të cilat po e rëndojnë Ekrem Imamoglu. Këto të cilat i lexova janë në grupën e parë të akuzave që kanë të bëjnë më shumë me kriminalitete ekonomike dhe mafioze. Mirë po, është edhe grupa e dytë e akuzave që nuk është as pak më e lehtë, mbase është shumë më e rëndë se të gjitha këto që i lexova. Në këtë grup janë vetëm 3.
por shumë të rrezikshme. E para është rekrutimi i antarëve apo simpatizantëve të organizatave terroriste në institucione zyra të ndryshme të Bashkisë së Stambollit. 2. Pjesëmarrje në aktivitetin pajtimi i qytetit në organizime të ndryshme. Pajtimi i qytetit e shpjegova nëse nuk gaboj në fillim të hyrjes, pra një farë ambienti politik për një pajtueshmëri midis qytetarëve të tjerë të Turqisë dhe kurdëve të cilët po sjelleshin nga juglindja e Turqisë, dhe e treta akuzë është ndihma të vazhdueshme organizatës terroriste PKK, KXK, duke marrë pjesë me vetdije gjithashtu në aktivitete të ndryshme të cilat i ka bërë organizata terroriste e PKK-s. Ky trafik, ta quaj kështu, mafios, kriminal dhe terrorist i Ekrem İmamoğlu, unë po flas në bazë të asaj që po lexoj, po dëgjoj dhe po i përcjelli lajme turke dhe që po vijnë nga bota, nuk janë konstatime të mia në këtë rast, analizat mund t'i bëj në ndonjë video tjetër. Pra, ky trafik kriminalitetesh dhe aktivitetet terroriste shihet sipas ligjeve në fuqi që jo që do ta lejojnë më Ekrem İmamoğlu'n të kthehet për kryetar bashkie. Zati Valiliku sot e ka emëruar një person tjetër për kryetar bashkie në detyrë i Istanbulit, që i është dhënë X-ma emrit të tij, jo që do t'i ndalohet pjesëmarrja në zgjedhjet presidenciale, por nga kjo që është bërë deri më tani dhe të cilat i rendita, do të përfitojnë edhe pjesa opozitare e İmamoğlu brenda GHP-s. Pjesë kjo, zyrtar të lartë dhe me ndikim këta, të cilët nuk janë pajtuar me veprimtarin kriminale të Ekrem İmamoğlu. Një pjesë e saj, duke mos dash të gjinde GHP dhe njerëzit e GHP-s në këto aktivitete kriminale, ndërsa pjesa e dytë për shkak se nuk e kanë marrë hakun në para të jashtëligjshme, hak të cilët ata besojnë se u takon. Sipas asaj që është zbuluar deri më tani, është një person që quhet Azad Barish, personi i cili ka bërë organizimet apo ndërmjetësimet midis kryebashkiakut të GHP-s dhe partisë kurde, Demi, pastaj PKK, pastaj KXK, pastaj JPG dhe organizmave të tjerë kriminal terrorist në Turqi. Se kush është Azad Barish, me izën e Zotit do ta shpjegoj në një video tjetër. Dhe kur ta dëgjoni atë video, do të mahniteni, e them me plot gojë, do të mahniteni me organizime që i ka bërë ky person për İmamoğlu dhe me organizata terroriste dhe kriminale, do të mahniteni edhe më shumë se si ka arritur hetuesia, prokuroria dhe organet kompetente në Turqi që të përcjellin hap pas hapi, fjalë pas fjale dhe çdo frymarrje të cilën e ka organizuar ky person për İmamoğlu dhe personalitetet të tjera. 312 takime janë bërë, 253 aktivitetet të ndryshme, 17 herë janë takuar brenda dhe jashtë shteti, si dhe shumë gjëra të tjera, të cilat prokurorisë së shtetit të Turqisë i janë sjellur mbi tavolinë si bardakt e çajit në tabakin e çajit, dhe në bazë të cilave prokuroria i nis hetimet dhe lëshon flet arrestimet për İmamoğlu dhe 106 persona të tjerë në Turqi.
Deri në videon e radhës, mirëmbëngje.